Një tjetër tender i dyshim ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike në Shqipëri. Bëhet fjalë për tenderin me objekt upgrade hardware-software i sistemit të kontrollit të nën stacionit 220 kV në Vjerës, zhvilluar nga operatori i sistemit të transmetimit, institucioni drejtuar nga Elsian Bici. Tenderi u zhvillua përmes një procedure të hapur, mbi kufirin e lartë monetar, me një fond limit prej 34.514.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 414 milion lekë të vjetra me TVSH. Fituesi i shpallur ishte kompania First në pronë të Gëzim Hoxhës, e cila dha një ofertë 33.907.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 407 milion lekë të vjetra me TVSH, që përbën 98.2% të fondit limit. Diferenca minimale mes ofertës fituese dhe fondit limit tregon se çmimi i tenderit ishte thuajse i përcaktuar paraprakisht, një praktikë e zakonshme për tendrat e dyshimt. Një nga aspektet më problematike të këtij tenderi është mungesa e konkurrencës së vërtetë. Në garë morën pjesë edhe 2 kompani, por njëra prej tyre nuk dorëzoi asnjë dokument apo ofertë. Kjo do thotë se fituesi u vendos automatikisht, duke e bërë procesin një formalitet dhe jo një garë të hapur dhe të drejtë. Praktika të tilla janë një tregues i qartë i mungesës së transparencës dhe favorizimeve të mundshme. Tenderi me këtë numër reference është një tjetër shembull i mënyrës se si fondet publike shpesh përndahen pa një konkurrencë reale, duke ngritur dyshime mbi favorizimet e kompanive të caktuara. Një garë e hapur dhe transparente duhet të garantojë pjesëmarrjen e disa operatorëve ekonomik, të cilët do të ofronin çmime konkurruese dhe cilësi më të mirë për shtetin. Por në këtë rast, mungesa e konkurrentëve dhe oferta që pothuajse është e barabartë me fondin limit tregojnë për një tender të paracaktuar që mund të jetë zhvilluar për të justifikuar ndarjen e parave publike tek një subjekt i caktuar.